udhëtimin ton shpirtëror. Do të zbulojmë bashk 5 shenja, 5 sinjale të qarta që na tregojnë se ndoshta, vetëm ndoshta, jemi në drejtimin e duhur. A jam vërtet në rrugën e duhur? Kjo pyetje na ndjek të gjithëve, apo jo? Sidomos në ato momente qetësie kur ndalemi pak dhe shikojmë thellë brenda vetes. A janë zgjedhjet që po bëjmë çdo ditë, duke na afruar me atë versionin më të mirë tonin? Çdo udhëtim i vërtet fillon nga brenda, nga qendra e qenies son, apo jo, nga zemra. 2 shenjat e para që do të shohim janë si një bisedë, një dialog midis nesh dhe krijuesit. E po, shenja e parë dhe ndoshta më themelorja nga të gjitha ka të bëjë me mënyrën se si ne reagojmë kur gabojmë. Është shenja që tregon se zemra jonë është ende e gjallë, ende e ndjeshme. Kjo quhet tobe, ose pendim. Dhe këtu fshihet një e vërtet kaq e bukur. Të jesh i udhëzuar nuk do të thotë të jesh i pagabueshëm, as pak. Përkundrazi, do të thotë të kesh një zemër kaq të ndjeshme, saqë edhe gabimi më i vogël të shkakton një therje, një dëshirë të menjëhershme për të kthyer dhe për të kërkuar falje. Pikërisht kjo, është shenja e një lidhjeje të gjallë. Ky mendim e përmbledh në mënyrë absolute. Thelbi nuk është perfeksioni, por ndjeshmëria. Është vetdia dhe ajo dëshira e vazhdueshme për të përmirësuar që tregon se busulla jonë shpirtërore po funksionon siç duhet. Dhe kur kjo ndjeshmëri ekziston, kur zemra është e tillë, ajo natyrshëm na çon drejt shenjës së dytë. Kjo ka të bëjë me lehtësinë për të bërë mirë. Kjo është një shenjë vërtet e bukur, kur veprat e mira nuk ndihen më si detyrime të rënda. Shikoni këtë shembull të fuqishëm me namazin. Për dikë, dikur mund të ketë qenë një peshë, një detyrë për të kryer sa më shpejt, por shenja e vërtetë e udhëzimit është kur ai shtrëndrohet në një streh, një moment paqeje që mezi e presim. Ky transformim tregon se zemra jon ka filluar të gjejë kënaqësi tek e mira. Tani, le të dalim pak nga kopshti ynë i bëndshëm dhe të shohim se si këto lule shfaqen në botën e jashtme. Pse? Sepse shpirti ynë ka nevojë për mbrojtje, dhe linja e parë e mbrojtjes janë fjalët që zgjedhim të themi ose të mos themi. Dhe kjo na sjell direkt te shenja e tretë, një humbje e natyrshme, thuajse pa e kuptuar, e interesit për bisedat e kota, për atë zhurmën që nuk na ushqen shpirtin. Kjo është një shenjë vërtet e pjekurisë shpirtërore. Kur fillojmë të largohemi instinktivisht nga debatet që s'çojnë askund, nga thashthemet që thjesht helmojnë ajrin, fillojmë të vlerësojmë më shumë heshtjen ose në përmendjen e Zotit, dhikrin. Dhe kjo nuk është pasivitet, jo. Është një zgjedhje aktive për të mbrojtur paqen tonë të brendshme nga ajo që mund ta quajmë ndotja e fjalëve pa vlerë. Mirë, pasi e kemi mbrojtur këtë hapësirë të brendshme, jemi gati për një nga gjendjet më të thella shpirtërore. Aftësinë për të gjetur qetësi dhe paqe, edhe kur stuhitë e jetës fryn fort rreth nesh. Kjo është shenja e katërt, një tregues i një besimi që ka lëshuar rrënjë të thella dhe që nuk lëkundet aq lehtë. Ky koncept i mrekullueshëm njihet si ridha, domethënë kënaqësia me caktimin e Zotit. Por kujdes, kjo nuk është dorëzim pasiv apo fatalizëm. Imagjinojeni më mirë si një lundërtar ekspert që nuk lufton me valët, por përdor urtësinë e tij për të lundruar me to, duke besuar thellësisht se çdo val, sado e madhe të jetë, fsheh një qëllim më të madh. Dhe ja ku vjen prova e vërtetë. Kur planet tona dështojnë, kur dyert na mbyllen, cili është reagimi i parë? A është zgënjimi dhe zemrimi, apo është një elhamdulillah i qetë dhe i sinqert? Ky falënderim, që vjen nga bindja se plani hyjnor është gjithmonë më i miri, është një shenjë e jashtëzakonshme besimit dhe dorëzimit, e asaj që njihet si tevekul. Dhe tani, për shenjën e fundit, do dalim nga bota jonë e brendshme për të parë ndoshta pasqyrën më të fuqishme të vetes, njerëzit me të cilët zgjedhim të kalojmë kohën tonë. Sepse pikërisht njerëzit përreth nesh na çojnë te shenja e pestë dhe e fundit. Kjo ka të bëjë me vetë natyrën e shoqërisë që ne kërkojmë. Kjo thënie profetike e thot më mirë se çdo gjë tjetër. Na tregon se ne jemi si sfungjer për të thithim vlerat, zakonet, madje edhe besimin e atyre që kemi më pranë. Shoqëria jon në fund të ditës formoson drejtimin ton. Pra një shenjë e pagabueshme e udhëzimit është kur e gjejmë veten duke kërkuar shoqërinë e njerëzve që na kujtojnë Zotin, që na frymëzojnë të bëhemi më të mirë. Kur ndihemi rahat pranë tyre, është sepse shpirtrat tan flasin të njëjtën gjuhë. Dhe kjo zgjedhje, kjo nuk është kurrë e rastësishme, është një reflektim i qartë i asaj që kemi brenda. Pra, le t'i hedhim një vështrim të fundit këtyre 5 fenerëve. E para, pendimi i ndjeshëm, ndjeshmëria ndaj gabimit. E dyta, lehtësia në mirësi,
kur e mira bëhet kënaqësi. E treta, largimi nga e kota, mbrojtja e shpirtit nga zhurma. E katërta, kënaqësia me caktimin, paqja me planin hynor. Dhe e pesta, dashuria për të mirët, tërheqja drejt njerëzve që na lartësojnë. Dhe ndërsa mbyllim, mbetet një pyetje për secilin prej nesh që të reflektoj, cila prej këtyre shenjave shkëlqen më fort në udhëtimin e dikujt në këtë moment. Të menduarit rreth kësaj pyetjeje mund të jetë busulla më e vlefshme për të gjithë hapat të antarshëm.